Me zjarrit, hekurit dhe tingullit të Çekanit, në Këlcyr vazhdon të jetoj një zanat i lashtë, një zanat që për gëzim qafën nuk është thjesht profesion, por trashëgimi familjare. Ai tregon se në moshë shumë të vogël futej fshehura në punishte, vetëm për të mësuar më shumë rreth zanatit dhe për të qenë pranë babait. Zanati im ka filluar që në moshën 14 vjeç. E kam trashëguar nga babai me dëshirën time. E ka marrë të zanat, edhe vazhdoj dhe sot e kësaj dite. Do thëmë doja të ikja në gjurmën e babait. Se babai ka qenë shumë kovaç i mirë. E kur punus, edhe e kërkonin që të gjithë. Po se edhe në qikë në dyqan këtu t'i bje Çekanit, nuk e kam të vështirë që ta shoj. Kam edhe zanat e tjera, nuk them se si përdor, po këtë nuk e lë. Ishte dëshira që ta mësoj këtë zanat. Është një profesion i veçantë. Po edhe ka dhe pak ekonomi. Edhe ky zanat nuk do të humbasi, do të jetë trashëgimi për bujqësinë, po edhe për kushtet ekonomike. Më shumë e kam vjedhur të zanat, pavarësisht edhe nga ndihma e babait. Rëndësia e parë që ka qenë për mua që kam realizuar, ka qenë sjepari. Sjepari është më i vështirë, që ta bësh të derdhur, jo me saldime me ashuja. Ai ishte realizimi im i parë në moshën 16 vjeç. Ai thekson se kërkesat vinë më tepër për veglat bujqësore. Sot për sot janë thjesht veglat bujqësore, më shumë që vinë për kalitje, pa material i ri që të eci e çike vështirë. Përdoret spata, ka dalë shara, Çekani, ka dalë veglat të tjera, punoj me trokora, me ashuja, smilarët, për skalitje guri. Edhe gjërat me radhë, jo në një sfurkë, në një lopata, apo në një kosor, këto janë veglat më të përditshme që përdoren. Sot nuk ka interes nga të rinjt dhe kjo është një nga pengjet më të mëdha, pasi ky është ndër profesionet më të vjetra. Të rinjt e sotëm nuk e kanë ata angazhim për zanatet e vjetra, jashtë që ke dhe zanat i rënd, po të rinjt janë nisur më shumë në si ta shpjegoj janë kapur më shumë pas telefonit. Që të marrin një zanat që ta kenë, ndaç edhe për ndërtime, ndaç edhe për marangozi, ndaç që të themu për zanatet e vjetra që janë në zhdukje sot, nuk e kanë atë dhunti që ta marrin. Sa që është shumë i vështirë, faktikisht do një ditë puni që ta kthesh. Ja, ky është materiali për saçi. Edhe kthe bashkë me djalin, është shumë i vështirë. Kërkesa ka. Në punishten e gëzim qafës, asnjë ditë nuk mungon tingulli i Çekanit dhe veglave të punës, një ritëm i pandërprer që shoqëron dashurinë për zanatin, të rritur e të forcuar me kalimin e viteve.